Me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit dhe në prag të natës së Kadrit, ndërmarrja Ako Gradva ka përgatitur hallë për qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës. Hallëva u përgatit në ambient të jashtëm të Hobi Qendrës, ndërsa shpërndarja u bë pas ditën e sotme. Hajde zoti ka vjen. Bueno, Çe, pret, një minutë çeke pres. Bueno. Tara direkt ne. Bueno. Përgatitja e hallëvës është traditë për muajin e Ramazanit, andaj edhe drejtuesit e kompanisë Ako Gradva tani më mbi 10 vite bëjnë përgatitje në shpërndarjen e kësaj ëmbëlsire. Si vjet u përgatitën mbi 1500 racione dhe gjitha u është ndarë kalimtarëve të rastit. Nga ndërmarrja Ako Gradva shtojnë se aktiviteti simbolik i ditës së sotme ka për qëllim të jep mesazhin e solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve në prag të festës së Fitër Bajramit. Ftesa për të ëmbëlsuar në këtë ditë Ramazani vlente për të gjithë qytetarët e Gostivarit.